Vijon të ngelet ende të jetë problematike situata e pastrimit të qytetit të Vlorës, një shqetësim ky i ngritur shpeshherë nga televizioni Real. Megjithatë, Vlora vijon të ketë nga do koshe mbeturina të papastruar, më problematike shfaqet situata në rrugët dytësore të qytetit, ato në të cilat nuk vijnë re nga të gjithë, por nuk i kanë shpëtuar mos pastrimit as rrugë kryesore dhe akse me rëndësi në qarkullimin e automjeteve. E tillë është situata në zonën e ish fabrikës makaronave ku mbeturinat digjen në mesin e ditës, ndërsa për banorët kjo është vetëm një alternativë pas mungesës së vazhdueshme të pastrimit disa ditor. Pastrimi në qytetin e Vlorës vijon të vuaj mungesa serioze. Ashtu sikurse kemi pasqyruar vazhdimisht në kronikat tona problemore, mbeturinat vijojnë të grumbullohen në përqendrat e banuara, ndërkohë që rëndom ato edhe digjen nga qytetarët për shkak të ditëve të gjata të mos pastrimit të tyre. E tillë është situata edhe ditën e sotme në zonën e ish fabrikës makaronave. Edhe pse kemi pasqyruar shpeshherë për t'i sjellë në vëmendje firmës kontraktuar nga ana e Bashkisë së Vlorës, pra firmës Duka e cila merret me pastrimin e qytetit, duket se sërish nuk është marrë parasysh. Në zonën e fabrikës makaronave, mbeturinat vijojnë të digjen kështu. Më flagrante situata shfaqet përpara Pallatit të Kulturës në afërsi të Universitetit të Vlorës, policisë bashkiake dhe dhomës së tregtisë. Koshit e mbushur nga mbeturinë është situatë e zakontë, por pushtimi i rrugës nga këto të fundit është alarmant, kur kjo zonë është një ndër më të frekuentuarat e qytetit, edhe pse në buxhetin e Bashkisë së Vlorës për vitin 2012 janë planifikuar për pastrimin e qytetit 175.273.000 lekë nga paratë e taksapaguesve vlonjat. Punë ende nuk shihet gjikundi. Qyteti në këtë vigjilje festash prezantohet me mangësi të theksuara pastërti dhe standardet e kërkuara të higjienës, ndërsa nga ana e qytetarëve ngelet ende dilemë se ku shkojnë paratë të cilat çdo vit i kalojnë firmës së pastrimit Duka, ndërsa qyteti vijon të mbytet nga to.